një zë që të thërret nga thellësia e qenies tate. Një zë i heshtur, por i fuqishëm, që kërkon të çojë drejt një hapësire të shenjtë brenda teje, aty ku çdo përgjigje pret të zbulohet, ku çdo mundësi lind nga drita e brendshme. Ky udhtim është një dorë e shtrirë drejt teje, një ftesë për të shkelur në një rrugë ku drita jote bëhet far, që të udhëheq drejt dashurisë, urtësisë e qartësisë. Pas çdo fjale që lexon, pas çdo faqeje që kthen, ti ndjen ritmin e shpirtit, një puls që të çon drejt ndriçimit. Ky është një rrugëtim, një mundësi për të parë shpirtin si një oqean pafund, ku çdo val mbart urtësinë e qetësinë që kërkon. Çapa të vegjël mund të ndërmarrësh sot për të krijuar një val ndryshimi që zjat për teje. A je gati ta nisësh këtë rrugëtim? Përgjigjet që kërkon po të presin, një ftesë për ty. Bëhu drita që ke